I konsideruar si një nga nominimet më të forta në këtë pikë të lojës, kurioziteti se kush do të largohet mes Danjës, Eglit, Gjestit, Laertit dhe Valbonës, Olës dhe Rozanës është tepër i lartë. Sondazhe të shumta janë hapur për të pyetur publikun se kush do të largohet dhe përqindjen më të lartë si asnjëherë më parë e ka Ola me 70% të votave, e ndjekur nga Danja me 30% të votave për të larguar, e më pas banorët e tjerë si Egli, Gjesti, Valbona dhe Laerti si një konkurrent i vetëm dhe Rozana me 0% të votave për të larguar. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, ashtu siç ndryshojnë edhe dinamikat e lojës. Kujtojmë se këta banorë shkuan në nominim nga një mënyrë e veçantë e vllait të madh, ku të ndarë në 3 grupe. Banorët duhet të zgjidhin emrin e një banori unanimisht. Grupi i parë zgjodhi Olën, i dyti Valbonën e Laertin, ndërsa i treti nuk ranë dakord dhe shkuan të gjithë, Rozana, Egli, Danja dhe Gjesti.